O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bëre besimtar, të falemderojmë që na dërgove Kur'an, të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë e përhape, armikun e nënçmove.